Usta I fundit ose usta gëzimi më kërkoi realisht që t'i bëj një video me qëllim që ta shohin fëmijët e tij që janë në Londër. 4 fëmijë të 4 në Londër dhe gëzimi nuk ishte si të gjithë artistët e rrugës, por ishte një artist I veçantë që luante në klarinet vetëm për kënaqësinë e tij dhe për kënaqësinë e turistëve apo njerëzve rastësor që kalonin në shëtitoren e plazhit të Durrësit. Përshëndes 4 fëmijët e mi në Londër me një kebab popullore, General Garmafon Alit Berati. Po 4 fëmijët në Londër I ke? Pa. I përshëndes babi gëzimin në qytetit turistik Durrësës. Po ti në Durrës vjen çdo ditë apo? Po jo, ne kena marrë shtëpi të re këtu. Po ti thu nga Elbasani? Po, Orgjina, po I vitet 4 muaj kemi këtu. Kemi blet panat. Të përshëndes, e ke nesë po jo? Po, e kam ndezur. Babi gëzimi përshëndet 4 pilotët. 4 pilotët? Po, e madhin, po. Edhe 3 tjerë. I ke djem apo vajza? 3 djemi vajzë. I ke të 4 në Londër? Pa. Po, faqoren e merr çdo ditë me vete? Çdo ditë në shtëpisë. Nuk I bie dot gërnet? Jo, nuk frina, po si dhe forcë. Tani gati ti përshëndes me një transmetim si quhen to. Po, do të çosh burri, si ke emrin? Iliri. Po Lili ta gëzosh. Po ti si e kishe gëzimi, Po gëzimi pra, na metalurgjia Elbasan, ka tunë ri pra ta shesh. Elbasan. Okej. Gati tash. Un gati jam. Gati kam lindur. Vetë se volumin një jepja tamam. Përshëndes Ilirin në kryeqyteti jon I dashur Tirana. Në moshën 20 vjeçën kur ishe sistemi I mallkur komunizmit, kam filluar të mësoj klarinetën. 20 vjeç? Në çfarë viti? Sa vjeç je? Do të thonë në vitin 1982 un kam qenë 20 vjeç. Në 82-shin ti ke qenë 20 vjeç. Po, dhe das më parë ka qenë 15 maj 1982-shin. Edhe prej atyre vite po nashim për tente për djela në ato vite, 2 frisamonik, një darje, një këngëtar, më thash, ka hinga ato Polandin, ato Taiwan, varim ke mani në ato vite, se bashin daspa me për shtëpia. Mirë po mi gjesë s'kishe pik takatit punoj në bujësi kooperativ. 4,5 sabat, u mjëllë daspa. Edhe ca fitoja atër në atë kohë? Ma shtrena bala I të thoja 10.000 lek po të maj këtu. Po me 10.000 lek qa bëhen në 82? Që kishe që Durrësin. Po ku I qoj e legët? Në shpi? Pa, përbajnë veti 4, familje fistiku, bite zotit imine, ajna ka kryu, a I do në marri. A I mi dha këto bukurimë. Pa, kur këthy sistemi komunist, u fillova profesionin saldatore deri sot. Saldator? Pa, metalurg në Elbasan. Ke punuar dhe në kombinatin metalurg? Pa, dhe kategorinë e klasi 7, I diplomur. Dhe të gjitha detajet metalizate, metalike, elektrodat, organet, dreqje, oksigen, Ti ke lindur në Elbasan? Pa, në bashkje Belq, zonën dhe mërës. Nga Belq? Orgjina. Perla Shqipëris, 85 liqene. Po, ne përdorim në fushën muzikës klarinet. Klarinet? Djeri gëzim si dish vetë. E ke marrë pjesë në çdo që është bërë në... Pa. Festivali 1978, ti ke qenë I vogël me këte pilotit. Jo, në 78 unë s'kisha lindur akoma. Ka marrë pjesën në tje. Gjithë kooperativa në Po, diktatura! Gjirokasën, për që mëmi? Ke qenë në festivalin Për që mëmi? Mirë se erdhe në verdjali, se për tërë, s'na ka marrë malli. Tani më thuaj pak del çdo ditë këtu apo vetëm kur është? Pa, unë dalë çdo ditë sepse qytetar durrësak nuk do zhurën pallat. Po merr bakshishe këtu, merr? Po ja më lal, nuk shikon ka si gjë ke kam, nuk marrën, dal piknik. Piknik do thot për qef. Si I bi klarinetës kot për qef? Për qef, bakshishe. Edhe më ndet, s'kam nevojë, s'po çfarë do bëj unë. S'kam nevojë. Nuk del si këta muzikantë? Jo, more, po jo, more. Po ja shef gjokë kam? Jo, nuk shoh.